Kjo është Po, dhe kemi në pjesën e dytë, por patjetër do ndalemi. Sefa, e prisi lajmin? Është hera e 8 që ja heqin edhe shumë mirë bëjnë t'ja heqin edhe 80 herë tjera. Po para zgjedhjeve ja hoqin njëra po. Pse nuk dolën ata 2 ditë para zgjedhjeve thanë e ka hequr. Atëre ishin bërë, nuk e dia ishin bërë pagesat, po atëre ishte bërë lobimi po. 2 ditë para zgjedhjeve thanë që ka rënë Nograta. Po. Se kam gabimun apo Po edhe të shkë thotë, se i departament ka bërë Belit Liçi ka dalë 1 vit e gjysmë në studio, thotë ka rënë. Pritet. Ka 1 vit e gjysmë që del në studio. Mirë, mund të ketë rënë ndërkohë. T'ja heqim fare më, jo të bëjmë përjashtime, t'ja heqim fare. Po, ka element këtu procedurial me këto terminologjit që mund në e sqarosh pak? Do me thënë, përjashtimi apo... Ka nikur disa veta me nuk... Pezullimi, por gjithsesi mbetet për përgjigjen për Report TV është përjashtim. T'ja heqin të gjithë ndalimet. Të dali sekretari shtetit dhe thotë që ky zotëri nuk është më non grata. Unë këtë dua. Do zotit t'ja bëj 1 orë më parë. 1 orë më parë. Çdo shqiptari. Ka mundësi që t'ja heqin çdo shqiptari? Kush është non grata? Dhe nga Departamenti Thesarit, edhe nga Departamenti Shtetit, t'ja heqin gjithve. Ka mundësi të ndodhi kjo? Bëj lobin të gjithë palët në këtë drejtim, që nuk ka në Shqipëri njerëz të cilët duhet të dizenjojnë nga ana e institucionet shtetërore të Shtetit Bashkuar të Amerikës me përcaktimi non grata. Ka mundësi të ndodhi kjo? Kjo do ishte lajmi më i mirë i mundshëm. Unë pres që nesër t'i vejë ngarkuar me punë në zyrë. Po. Ka mundësi të ndodhi kjo? Nuk më intereson fare mua non grata apo non grata. Vete do të ajo zonja në zyrë të bëj takim zyrtar. Se deri tani ka qenë me eksponentë të tjerë. Tani unë s'e di që nga Bashkimi Evropian ka pas non grata. Apo jo? Po, por nuk kanë shkuar. Takime. Ka mundësi të vjen këta, takojnë liderin e opozitës. Keq mirë, ai është. Ne kemi pranuar të gjithë. Ka fituar një betejë brenda opozitës. Ka meritat e tij, se si ka fituar diskutim për të, me çfarë aleatësh e ka fituar prap. Se kur je në një garë politike, aleatët ka rëndësi t'i kesh, nuk ka rëndësi se si i merr. Po. Njeriu përdor gjitha kartat politike për të fituar, ai është mjeshtër i kësaj loje, ka fituar. Dhe sot është lideri i opozitës. Ka mundësi që nesër, pas nesër, mbi pas nesër, të kemi vizita zyrtare nga ambasador të vendeve më të rëndësishme partnerët të Shqipërisë. Po, nga jo që kuptove sot nga Berisha, kemi të bëjmë vetëm me një lehtësim për vizën, apo kemi le të themi heqje totalisht të non gratës edhe si një dam që ishte për minimin e demokracisë edhe për... Mos lejimi, pa e leju me hynë Amerikë dhe më në shek. Ajo non grata është më keq akoma, ajo është që nuk ka asnjë marrëdhënie politike. Ka disa shqiptarë që non grata, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka nga Departamenti i Thesarit ata, tjetër gjë. Si? Nga Departamenti i Thesarit. Për pasurit, po. Janë nga Departamenti i Thesarit. Pavarësisht nga ku e kanë non grata. Po ndryshon pra se kjo është politike. Po politike, po pse ato tjera çka kanë qenë? Janë Departamenti i Thesarit. Vje keq më vëllai dashur, kanë pas politike dhe ato të tjerë. Politike është edhe për ato arsye politike janë, po janë nga Departamenti i Thesarit. Për kryetarin e Partisë Social-Demokrate dhe ish kryetarin e Bashkisë së Durrësit. Janë nga Departamenti i Thesarit. Po të njëjtat gjëra. Ndalime për tyr nga Departamenti i Thesarit dhe kufizime për asete edhe për arsye të tjera. Ndërkohë kjo është politike qartazi. Po, okay. Unë nuk kam asnjë lloj problemi për të them prap. Sali Berisha arriti të mundte dhe non gratën, sepse ja mushin mendjen demokratëve që non grata nuk është pengesë. E besuan, që t'i themin e? Demokratët e pranojnë, me non grata, pa non grata kanë dëshurit pa kushtëzuar. Ata që e ndjekin, për Berishë nuk kanë rëndësin, për ata nuk ka asnjë rëndësie, jemi non grata, jemi parull, pa parull, s'do t'ja din. Duan drejtojnë nga Berisha. Kush e ndjek, do ta ndjeki. Kaq, është e qartë. Aktualisht ajo është shumica në PD. Ky fakt duhet pranuar. Tani, ka mundësi për të them dhe njëherë kur na thot kur do rikthehet, ose mësa kur do kthehet në tavolinë me këta ambasadorët? Këtë du të dim ne. Pa e tha sot ajo. Do vi ambasadori i ri që mori dhe konfirmimin Senat të takoj zotrin, si kryetarin e opozitës, sepse patjetër që takon mazhorancën, absolutisht do takoj dhe opozitën. Këtë duhet di. Në rast se kjo realizohet, absolutisht fakti që ai deklareu ktheva,
do të thotë që tani është faktor që do të falë tani se nuk duhet ta them se po. Ti çfarë thot Saliu, unë nuk e marr për bazë, me të drejtë, pastaj diskutime të tjera. Ore, ai deklaroi, nëse ai do gënjej shqiptar. Ne po presim njoftimin zyrtar. Po tani për proteste ka thënë 4 variante presh tani. Deklarimi i sotëm